Stina e Vjeshtës ka rikthyer interesin për të vizituar qytetin e Elbasanit, veçanërisht nga të huajt që kërkojnë të njihen me objektet e kultit, arkitekturën dhe historikun e tyre. Në qytet gjen grupe vizitorësh të organizuar nga shtete të ndryshme të Europës dhe botës, të cilët shprehen të mahnitur me kulturën e qytetit. We are from Brazil. Ne jemi nga Brazili, nga pjesë të ndryshme të Brazilit dhe po udhëtojmë në vendin tuaj të bukur. Shqipëria është shumë e bukur, njerëz të sjellshëm dhe të këndshëm. Në Shqipëri ne kemi 3 ditë. Është shumë ndryshe nga Brazili, sepse ne atje kemi shumë plazhe dhe kodra, ndërsa këtu ka male dhe liçene. Pra, është shumë ndryshe. My first time here in this part of the Europe. Është hera e parë këtu. Nuk kam qenë më parë në Ballkan, në këtë pjesë të Europës. Më pëlqeu ajo çfarë pash. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe kanë ushqim shumë të mirë. Është hera e parë që vi këtu. Më la përshtypje shumë të mirë, kalaja duke që është e vjetër. Rrugës pash shumë monumente edhe gjelbërimi shumë i bukur. Elbasani ofron një sër destinacionesh jo vetëm për turizmin e kulturës, por edhe për atë të natyrës. Turistët vizitojnë kryesisht Kalan duke u tërhequr nga arkitektura. Edhe Elbasani, ashtu si qytetet e tjera të vendit, ka njohur rritje të turizmit këtë vit krahasuar me një vit më parë. Turistët janë kryesisht ditor, ndërsa ka edhe nga ata që qëndrojnë më gjatë duke shijuar bukuritë e zonës.